Përshëndetje nxënës, sot në lëndën e matematikës për klasën e 8 do të mësojmë për shprehjet algebrike. Mësimin e keni në libër faqe 249. Çfarë ishin shprehjet algebrike? Në klasën e 7 kemi mësuar se numrat e panjohur i paraqesim përmes shkronjave. Shprehja e cila përmban numra të panjohura dhe të cilët janë të lidhura me operacionet mbledhje, zbritje, shumëzim ose pjesëtim, quhet shprehje algebrike. Shprehjet algebrike ndonjëherë përmbajnë kllapa dhe fuqi. Për shembull, ja disa shprehje algebrike. Kemi 3x në fuqinë e dytë, pastaj 2x plus y, a plus b, 2x në kllapa y minus 1 e tjerë. Do me thonë mund të marim shumë shprehje të tilla. Kemi shprehjen pra e cila përmban edhe numër edhe ndryshore. E para është me fuqi. Kemi shprehje algebrike që kanë kllapa. Kur thjeshtojmë shprehjet algebrike, radha e operacioneve është e njëjtë sikurse te shprehjet numerike. Së pari thjeshtojmë fuqitë. Për shembull, ne dim që a në katror kjo është një fuqi. A në katror. Vetëm a është baza, kurse numri 2 është treguesi i fuqisë apo eksponenti. Kemi mësuar që kur kemi shumëzim të fuqive me baza të njëjta, baza përshkruhet kurse eksponentët i mbledhim. Gjithashtu, kur kemi pjesëtim të fuqive me baza të njëjta, baza përshkruhet, eksponentet i zbresim. Edhe tek fuqizimi i fuqisë, bazën e përshkruajmë, eksponentët i shumëzojmë. Nëse shprehja përmban kllapa, atëherë fillimisht lirohemi nga kllapat. Pastaj shumëzojmë apo pjestojmë dhe në fund e kryejmë mbledhjen apo zbritjen e antarëve të ngjajshëm. Për t'i kuptuar më mirë, le të marrim një shembull. Shembulli 1 thotë thjeshto. Nën a kemi 2ab here a në katror b, kurse nën b kemi 4 në kllapa x plus 7 minus 2x në kllapa x minus 1. Te shprehja e parë kemi shumëzim, kurse te shprehja tjetër ka edhe kllapa. Atëherë nën a kemi 2ab here a në katror b. Këtë mund ta shënojmë duke shkruar 2 here a here b here a në katror here b. E dim se këtu është numri 1, do me thonë këtu është numri 1, të cilin nuk i shënojmë, por kjo nënkuptohet. Atëherë spari shumëzojmë numrat, 2 here 1 është 2, pastaj shumëzojmë fuqit me baza të njëjta. Do me thonë kemi këtu a here a në katror. Bazën e përshkruajmë, eksponentët i mbledhim. Këtu kemi një eksponent 1 plus 2, 3, do me thonë a në fuqinë e 3. Kemi b here b, këtu është b në katror. Pra kjo shprehje e thjeshtuar qenë ka 2a në fuqinë e 3, b në katror. Nën b, te kjo shprehje kemi kllapa. Atëherë thamë, në qoftë se një shprehje ka kllapa, atëherë spari lirohemi nga kllapat. Do të thotë me numrin 4 shumëzojmë antarët brenda kllape, gjithashtu edhe me minus 2x shumëzojmë antarët brenda kllape. Kemi 4 here x është 4x, pastaj 4 here 7 është 28. Minus 2x here x është 2x në katror, minus edhe minus është plus, 2x here 1 është 2x. Tani mbledhim antarët e ngjajshëm. Shohim se kemi 4x-in dhe 2x-in. 4x plus 2x është 6x. Të tjerat i përshkruajmë. Të marrim disa detyra nga libri. Detyra e parë kemi të thjeshtojmë shprehjet. X here 2z here 7y. Atëherë spari shumëzojmë numrat. Kemi 2 here 7, 14, me që nuk kemi ndryshore të ngjajshme, atëherë i përshkruajmë. Do me thonë kemi
14 x, y, z. 9b, gjithashtu, 7 herë 9, 63, x, y, w, z. 9c kemi 5 herë 8, 40, c herë c është c në katror. Pastaj kemi 4 herë 3, 12, kemi një ndryshore a, e shënojmë, pastaj b herë b është b në katror. Do të thotë, kemi 12 a, b në katror. Edhe të tjerat janë të ngjashme, këtu te detyra e dytë kemi gjithashtu 3 herë 5, 15, pastaj kemi f në katror, shumëzim për f. Do me thonë se kemi 15 f në fuqinë e tretë. Këtu kemi m shumëzim për 7 m në katror. Edhe këtu është numri 1, por të cilin nuk e shënojmë, do me thonë nuk kuptohet, atëherë 1 herë 7 është 7, m herë m në fuqinë e dytë është m në fuqinë e tretë. Pastaj kemi detyrën tjetër, shumëzojmë numrat, 3 herë 4 herë 2, kemi 24, pastaj kemi a në katror, herë a është a në fuqinë e tretë, b herë b është b në katror. Te detyra e tretë kemi nën a, 5a e gjitha në katror. Atëherë kemi thënë që eksponenti apo treguesi i fuqisë na tregon se sa herë baza është shumëzuar me vetveten. Do me thonë këtu kemi 5a, shohim që është shumëzuar 2 herë. Atëherë 5 herë 5 është 25, a herë a është a në fuqinë e dytë. Ngjashëm veprojmë edhe me detyrën tjetër. Nën c kemi x, y e gjitha në fuqinë e tretë. Atëherë 3 herë duhet të shumëzojmë x, y-in. Dhe shohim se fitojmë x në fuqinë e tretë, y në fuqinë e tretë. Detyra tjetër, detyra e 6, thot të shprehjet vijuese lirohu nga klllapat. Nën a kemi 7 në klapa 2 minus x. Do me thonë ne kur lirohemi nga klapat me numrin 7 duhet të shumëzojmë antarët që janë brenda klape. Kemi 7 herë 2, 14 minus 7 herë x, 7x. Pastaj nën b, kemi 8 shumëzim për 9 minus x. Do me thonë shumëzojmë me numrin 8 antarët brenda klape. Dhe kemi 72 minus 8x. Pastaj marrim detyrën nën d, kemi x në klapa 3x plus 5. Do me thonë tash me x-in shumëzojmë antarët brenda klape. X shumëzim për 3x është 3x në fuqinë e dytë, plus x herë 5 është 5x. Të marrim edhe detyrën tjetër nën d, ku kemi p shumëzim për 2q plus 3. Atëherë me p-n duhet të shumëzojmë antarët brenda klape, ku kemi p herë 2q është 2pq, plus p herë 3 është 3p. Pra zakonisht i shënojmë numrat, pastaj ndryshoret. Kemi detyrën e 8, që thot lirohu nga klllapat dhe thjeshto shprehjet. Te këto shprehje, pra kemi 2 klllapa. Pra veprojmë njëjtë, shumëzojmë me numrin 2 antarët brenda klape, pastaj plus me numrin 4 shumëzojmë antarët të klapa e tjetër. Kemi 2 herë x është 2x, plus 2 herë 5 10, plus kemi 4 herë x është 4x, plus 4 herë 7 28. Shikojmë a kemi antar të ngjajshëm, shohim se është 2x dhe 4x. 2x plus 4x është 6x. Gjithashtu edhe 10 plus 28 është 38. Nën b, kemi shprehjen tjetër, veprojmë në të njëjtën mënyrë, do me thonë spari lirohemi nga klapat. 3 herë x është 3x, plus 3 herë 6, 18, plus 2 herë x, 2x, tash kemi plus herë minus është minus, 2 herë 1 është 2. Shikojmë a kemi antar të ngjajshëm, pra kemi 3x plus 2x që është 5x, gjithashtu edhe 18 minus 2 është 16. Nën c, veprojmë njëjtë,
vetëm se duhet të keni kujdes tek shenjat. Ja ku e kemi këtu, 2 herë x është 2x, pastaj 2 herë minus 2 është minus 4, plus 6 herë x, 6x, gjithashtu edhe 6 herë minus 7 është minus 42. Shikojmë antarët e ngjajshëm, pra 2x plus 6x, 8x dhe minus 4 minus 42 është minus 46. Dhe fundit, kemi 5x herë x, 5x në katror, plus 5x herë 1 është 5x, pastaj plus 3x herë x është 3x në katror, minus, kemi pra plus herë minus është minus, 3x herë 7 është 21x. Antarë të ngjajshëm kemi 5x në katror plus 3x në katror është 8x në katror, gjithashtu edhe 5x minus 21x është minus 16x. Detyra tjera për ushtrime ju mund të merrni nga libri faqe 250-251. Kjo ishte e tëra. Shpresoj që të keni kuptuar, ju uroj suksese.